Si mendoni ju, a mund të ketë ndonjë avancim për të pranuar kjo marrëveshje paqe dhe a mund të shkojë lufta drejt fundit? Trump ndërkohë ka thënë që Krimen nuk duhet ta diskutoni fare, i ka thënë Evropës se ajo tashmë është e Rusisë. Si e mendoni ju që mund të jetë perspektiva e kësaj marrëveshje paqe? Ju prekët shumë gjëra të që thatë. Le ta nisim nga fillimi. Po. Ju përmendët parat që Arabia Saudite i ka premtuar t'japë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra e thatë mirë, është premtim, nuk ka kontrata. 600 miliona premtoi kur ishte Trump. Miliard, tashmë kjo shtuar dhe 400 miliard shkon 1 trilion. Këtu kemi në atë aspektin që quhet pagimi i xhizës. Pra xhizja është në sistemin islam, ai i cili në perandërinë osmane, në perandërinë islame, në sistemin islamik, në botën islame, ai i cili nuk i përket islamit, pra që është fe tjetër dhe kërkon të ketë mbrojtjen e islamit në territorë e cila kontrollohet nga islami, paguante një taksë e cila quhet xhize. Një taksë e përcaktuar dhe ti kishe mbrojtjen e islamit dhe të drejtën dhe lirinë për të ushtruar fen tënde në territoret islamike. Tashmë kjo xhize ka ndryshuar. Tashmë xhize nuk e paguajnë më vendet jo islamike drejt vendeve islamike në territorin tyre, po e paguajnë vendet islamike drejt vendeve jo islamike. Pra, këtë gjë bëri edhe Arabia Saudite dhe të gjitha vendet e Gjirit Persik atje paguan xhizen ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara ju garantojnë ju garantojmë neve ju garantojmë mbrojtjen e kushtetit tuaj. Shtetet Bashkuara kontrollohen nga Izraeli dhe unë mendoj të Izraeli synon të bëjë Izraelin e madh që do marrë territorë nga Arabia Saudite. Unë nuk besoj që do arrijë deri atje, po që dhe jam në të kundërt në asaj që thoni, u them që është Amerika që kontrollon Izraelin dhe jo Izraeli Shtetet Bashkuara të Amerikës.